A ki ma shumë energji femrore a mashkullore aktive në trup? Edhe s'ka dërta je femën e mashkull. Menoj pak. E çka ndodh kur këto dy energji janë disbalancë edhe njona është mbi aktive për një kohë më të gjatë. Kur jemi për periudhë gjatë në energjinë femrore, e vrejmë veten që kena shumë ide kreative, po s'kena energji të mjaftueshme për me marrë iniciativë. Nashta po prekësh tepër lehtë edhe po të kaplojnë emocionet. Po ki probleme me qit bariera apo kufi me tjerë. Edhe po mbi preokuposh me shenjat të universit, knena nej. Thjesht po të mungon struktura në jetë. E çka nëse e ki energjinë mashkullore mbi aktive? Atëherë kogja shumë e ki energjinë të mendja, je e shkput me komplet prej zemrës edhe prej emocioneve tua, edhe s'po e lën veten me pushu korr. Veç punon. Drejt në tonë mu po më duket vetja që jam qashtu qëdar. Po, edhe mindsetin e ki kogja bardhe ze. E tash po ja u kallzojna një teknikë të frymëmarrjes që e praktikojmë yoga për me fillu me i balancu këto dy energji brana vetës. Si fillim, krijoje një ambient relaksues. Tash, me gishtin e unazës, e mbyll anën e majtunës edhe merr frymë prej anës djathtë. Tash e mbyll anën e djathtë edhe e liron ngadalë prej anës të majtë. Merr frymë prap prej anës të majtë edhe e liron nga ana e djathtë. Vazhdo kështu edhe praktikoje deri 20 herë. Nëse kjo lloj e punës ju pëlqen, atëherë na ndiqni në rrjetet sociale ku mundeni me u njoft më afër me këto lloj praktika, edhe për eventin të antradës që më mbajt këtë dhjetor. Ju mirë pres. Namaste! Për më shumë video si kjo, na ndiqni në Urban FM, krejt rrjetet sociale edhe bëni subscribe në YouTube.